Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Në ndërsin e kalum, të ka alame sunne, morëm argumentet nga suneti që pohojnë lartësinë e Allahu subhanahu wa ta'ala, pra se Allahu subhanahu wa ta'ala është si për krijesave të veta, është si për shtatqenjve, është mbi arsh, është i shkputur nga krijesat e veta dhe ai e di mirë gjendjen e tyre, pra nuk i fshihet asgjë atij subhanahu wa ta'ala. Po ashtu vëzër e morëm edhe fjalët e brezave të parë të Islamit që i kanë thënë lidhur me këtë meselë. Vëzër kemi cek më herët se nëse kujtohet lartësia e Allahu subhanahu wa taala është tri llojesh. Është lartësia e qenjes të Allahu subhanahu wa taala, është lartësia e dominimit, pushtetit, sundimit të Allahu subhanahu wa taala, edhe është lartësia e pozitës të Allahu subhanahu wa taala. Tash vëllazër kemi përfunduar do sa i përket lartësisë së qenies së Allahu subhanahu wa taala, këtu tash autori vëllazër ai sjell argumentet nga Kur'ani edhe nga Suneti lidhur me dy lartësi tjera Allahu subhanahu wa taala, që është uluul qahr, lartësia e dominimit, sundimit, pushtetit Allahut, edhe uluul sha'n, ose el manzila, lartësia e pozitës të Allahu subhanahu wa taala. Thotë autori, siç kemi thënë në këtë libër, si lloj pyetje përgjigje, thotë ma dalilu uluul qahri min al-kitab. Cilat janë argumentet nga Kur'ani që tregojnë për lartësinë e dominimit, sundimit, pushtetit të Allahu subhanahu wa taala. Thotë sjell disa ajete. Për tyre thotë adillatuhu kathira. Thotë ajetet, argumentet thotë janë të shumta. Thotë për tyre është fjala e Allahut në surën An'am, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Allahu është mbizotruesi, është ngadhimtari, edhe është si për krijesave të veta. Kemi thënë kjo ajet vëllezër vlen për dy lartësitë e Allahu subhanahu wa taala. Edhe këtu e cek autori thotë e përmban lartësinë e qenies të Allahu subhanahu wa taala, edhe lartësinë e dominimit, sundimit të Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu fjala e Allahut subhanahu huwa Allahu al-wahid al-qahhar, i lartësuar është Allahu, pra i lartësuar është ai, Allahu i cili është një dhe i vetëm, edhe është el-qahhar, pra është mbizotrues. Po ashtu e përmend fjalën e Allahut në surën Ghafir, kur Allahu thret në ditën e Kiametit dhe thot limenil mulku al-yawm, kujt i përket sot sundimi. Dhe nuk përgjigjet askush, sepse do të mbetet vetëm Allahu subhanahu wa taala. Pastaj përgjigjet Allahu thot lillahi al-wahid al-qahhar, i përket vetëm Allahut, i cili është një dhe i vetëm, edhe është ngadhjemtar e mbizotrues. Ajetet shumë të vëllezër që trajtojnë këtë temë, ngjashme me këto i ka sjell, kuptimi është i njëjtë. Pra vëllezër, para siç tham, ajo që do ta kemi parasysh është se lartësia e Allahu subhanahu wa taala është tri llojesh. Pra uluul dhat, lartësia e qenjes të Allahu subhanahu wa taala. Uluul qahr, lartësia e dominimit, sundimit, pushtetit të Allahut, edhe uluul manzila, lartësia e pozitës të Allahu subhanahu wa taala. Pra morëm pra lartësinë e qenies të Allahu subhanahu wa taala me të gjitha argumentet ndërsa të kaluam. E kemi shtjelluar dhe ju kemi kundër përgjigj grupeve devijuar në këtë pikë. Argumentet nga Kur'ani, Suneti, logjika shëndosh, argumentet nga natyrshmëria kështu me radhë. Tash po i vjen këtu autori po thotë ma dalilu uluul qahri min al-kitab. Do thotë cilat janë argumentet thotë nga Kur'ani që na tregojnë se Allahu subhanahu wa taala i paska edhe dy lloj të lartësive tjera. Në mesin e tyre është uluul qahr, pra lartësia e sundimit, dominimit Allahu subhanahu wa taala. Pra çka është ajo që po domun të thonë autori, çka është që na mëson, që na tregon se Allahu është mbizotrues mbi krijesat e veta. Dominon, është dominues mbi ta. Pra siç e dim, Allahu subhanahu wa taala, atij subhanahu wa taala i përket madhështia, i përket lartësia, i përket pushteti dhe sundimi absolut. Askush nuk mundet mi u kundërvy Allahu subhanahu wa taala. Askush nuk mundet diçka mi gjetë sundimit Allahu subhanahu wa taala, apo me esfidu urdhrin e Allahu subhanahu wa taala, apo mundu me e kthy mbrapsht urdhrin e Allahu subhanahu wa taala. Ashtu siç askush vëllezër nuk është i barabartë edhe s'mundet me kan i barabartë me Allahun subhanahu wa taala në këtë univers. Pra përkundrazi, çdo gjë i nënshtrohet madhështisë të Allahu subhanahu wa taala. Çdo gjë i nënshtrohet sundimit të Allahu subhanahu wa taala. Çdo gjë i nënshtrohet lartësisë të Allahu subhanahu wa taala, edhe madhërisë të tij. Pra që kjo është uluul qahr, që kjo është lartësia e pushtetit, lartësia e sundimit, dominimit të Allahu subhanahu wa taala. Edhe këto ajete që i dëgjojnë vëllezër, aludojnë për këtë lloj lartësisë të Allahu subhanahu wa taala, edhe se kjo i pohohet atij subhanahu wa taala.
Pastaj thot ma delilu dhalike min as-sunna. Cilat janë argumentet për këtë lartësi nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Thot edillatuhu min as-sunna kathira. Thot edhe argumentet për këtë lloj të lartësisë të Allahut nga suneti thot janë të shumta. Prej tyre thot është fjala Allahu subhanahu wa taala, fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur tregon për Allahun, thot a'udhu bika min sharri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Mbrohem me ty, o Allah, nga e kemi shpjeguar vëllezër këtë lutje atje tek mbrojtja e muslimanit. Thot mbrohem me ty, o Allah, nga e keqja e çdo gjallëse, e çdo krijese, e cila është në dorën tonë. Sundimin ton, pushtetin ton, po nuk mundet me dalë jashtë kontrollit ton. Por çka është e nënshtruar ndaj Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu thot fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në lutjen që e kemi shpjeguar edhe këta, që është lutja për largimin e brengave dhe pikëllimeve. Që Allahu më t'i zaventësua ato me lumturi edhe gëzim zemër. Pasi është fillimi i kësaj lutje, Allahumma inni abduk. O Allah, unë jam robi yt, wabnu abdik, djal apo bir i robit ton, wabnu amatik, bir i robreshës tane. Nasiyati bi yadik. Koka ime është në dorën tane. Çfarë do të thotë kjo vëllazër? Unë jam, domethënë çka i nënshtruar ndaj teje, domethënë ti bën me mua çka don valla. Nuk munda me dalë unë jashtë kontrollit ton. Madhin fiyya hukmuk. Vendimi yt mbi mua ekzekutohet. Adlun fiyya qada'uk. Mirë po, gjykimi yt, Allah mbi mua është i drejtë. Mo ti nuk bën çka pa drejtësi. Vëllazër kjo tregon qartë për pushtetin e Allahut subhanahu wa taala, sundimin e tij, mbi zotrimin e tij mbi krijesat. Po ashtu do të fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lutin duan e kunutit innaka taqdi wala yuqda alayk. Ti o Allah gjykon edhe bën vendime, edhe askush mundet çka me gjyku ty ose me sjell me të kundërvyer me gjykimet, mendimet e veta ty o Allah. Pra argumentet nga suneti janë shumëta, edhe siç po e vrejmë nuk aludojnë për diçka tjetër veç se për atë që e morëm te ajetet që i dëgjuan në fillim këtij dersi. Pse vëllezër se Kurani edhe suneti shkojnë bashkë. Edhe janë përputhje në plot njëra me tjetrën. Pse se sikur Kurani, sikur suneti janë shpallje prej Allahu subhanahu wa taala. Allah ja ka zbrit shpalljen pejgamberit sa në formë të Kuranit, edhe në formë të sunetit, në formë të haditheve. Dyjat i kanë ardhur prej Allahu subhanahu wa taala, janë frymëzim prej Allah. Për sunetin thot Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Pejgamberi sa nuk flet nga dëshira tekat e veta. In huwa illa wahyun yuha. Çfarë do të thajë flet është shpallje që i shpallet atij. Pra zero edhe këto pra që i dëgjuat argumentin nga suneti i pohojnë po të njëjtat kuptime që i morëm në fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj do të kalojmë tek lloji i tretë i lartësisë të Allahut subhanahu wa taala që është uluwu sha'n. Lartësia e pozitës të Allahut subhanahu wa taala. Thot ma dalilu uluwi sha'n. Thot autori këtu Hafidh al-Hakimi rahimahullah. Cilat janë argumentet që tregojnë se pozita e Allahut, statusi i Allahut është shumë i lartë, edhe është ka shumë madhështor. Thot wa ma alladhi yajibu nafyuhu 'anillah. Edhe çfarë na si musliman e kemi obligim me mohu Allahu subhanahu wa taala pejt metave dhe mangësive, me cilat asesi nuk cilësohet Allahu subhanahu wa taala. Thot ta dish thot autori rahimahullah se uluwu sha'n, lartësia e pozitës statusit Allahu subhanahu wa taala thot të e hasim brenda atyre, pra kuptimi i fjalëve të tij, thot të hasim brenda atyre ajete, brenda atyre emrave të bukur të Allahu subhanahu wa taala, të cilët tregojnë për lartësinë, madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Si për shembull al-Quddus, as-Salam, al-Kabir, al-Muta'al, thot wa ma fi ma'naha. Dhe emra të tjerë të Allahut subhanahu wa taala që e kanë këtë po të njëjtin kuptim. Po ashtu thot autori vëllazër, kuptimi i fjalëve të tij që kjo uluwu sha'n, lartësia e pozitës të Allahut subhanahu wa taala, thot domosdoshmërisht thot kuptohet edhe rrjedh domosdoshmërisht nga cilësitë e përsosmërisë së Allahut subhanahu wa taala, që tregojnë për përsosmërinë e Allahut, madhështinë e tij edhe bukurinë e tij. E ta shikoni edhe sa bukur të autori na i shkoqit këto edhe na i shtjellon. Kur e tregon pozitën e lartë, domethënë madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Thot fa ta'ala fi ahadiyatihi. Andaj thot si rezultati i gjitha kësaj, që u cek, thot Allahu është i lartësuar, edhe është i lartë në çenurit një edhe i vetëm. Shkon tash thot, andaj thot askush nuk mundet me kanë sundimtar së bashku me Allahun subhanahu wa taala. Me pas hisën sundimin e Allahut subhanahu wa taala. Apo thot çka me kanë ndihmtar ndaj Allahut subhanahu wa taala.
apo me përkra Allahun subhanahu wa taala, apo me ndërmjetësu të Allahu pa lejen e tij, apo me bë diçka pa lejen e Allahu subhanahu wa taala. Thot wa ta'ala fi 'azamatihi wa kibriyaihi wa malakutihi wa jabarutihi. Allah është i lartësuar në madhështinë e tij, lartësinë e tij, madhrinë e tij. Thot andaj askush nuk mundet me sfidu Allahun subhanahu wa taala. Thot askush nuk mundet me mposht Allahun subhanahu wa taala. Thot Allahu nuk ka marrë ndihmë edhe përkras nga krijesat e tij që janë dobta. Thot wa ta'ala fi samadiyatihi. Allahu thot është i lartësuar në të qenurit sovran edhe absolut. Thot andaj nuk ka bashortë, nuk ka fëmijë, nuk ka prind, edhe askush nuk është i barabartë apo i krahasueshëm me Allahun subhanahu wa taala. Thot wa ta'ala fi kamali hayatihi wa qayyumiyyatihi. Allah është i lartësuar dhe është i përsosur në jetën e vet edhe në qenurit El Qayyum, thon mbikëqyrës i qeve dhe i tokës. Andaj thot ai nuk kaplohet, nuk vdes Allahu kurrë, nuk preket nga vdekja, por është i pa fillim edhe i pa mbarim. Nuk e prek dremitja, nuk e zë gjumi, nuk lodhet edhe nuk raskapitet. Që dhe Allah wala yauduhu hifdhuhuma, nuk i vjen rënd kujdesi ndaj qeve dhe i tokës, as pak, Allahu subhanahu wa taala. Thot wa ta'ala fi kamali ilmihi. Edhe Allahu thot është i përsosur, është i lartësuar në dijen e vet. Andaj thot te Allahu nuk ka gaflet, nuk ka çka shkujdesje, nuk ka huti, thot nuk ka harres. Edhe as një grimc nuk mundet me umshef Allahu subhanahu wa taala dijes të Allahut as në tokë as në qiell. Thot wa ta'ala fi kamali hikmetihi. I lartësuar është Allahu në urtësinë e tij. E si rezultati i kësaj thot dhe autori këtu, Allahu ka nga urtësia e tij është e tillë që Allahu nuk krijon asgjë kot. Krejt çka krijon Allahu e ka një synim një objektiv të caktuar. E thot Allahu është i lartësuar në urtësinë e tij që mos me i lan krijesat pa urdhra dhe pa ndalesa. Thot Allah, e yahsabu al-insanu an yutraka suda. A mos po mendon njeriu se ka me met i pa urdhruar dhe i pa ndaluar? Allahu do të i lartësuar nga kjo vëllazër. Nuk ka kriju Allahu kot, që ti më ekzistu kot. Pa u përballë me urdhra dhe ndalesa prej Allahu subhanahu wa taala. Thot wala ba'thun wala jaza. Allahu është domon el-Hakim, është i urtë, andaj urtësia e tij patjetër bën që ky krijim madhështor që ka bërë Allahu ka me pas fundin, mirë po ka me pas edhe ringjallje. Patjetër që më dal para Allahu subhanahu wa taala. Kjo është pjesë e urtësisë të Allahu subhanahu wa taala. Përndryshe jeta i shkon e kodë, pa kuptim. Thot wa ta'ala fi kamali adlihi. E thot Allahu është i përsosur në drejtsinë e vet. Andaj thot nuk i bën pa drejtësi askujt as sa grimca. Edhe thot nuk ja shkatron punët e mira njeriu. Nuk ja azhërson punët e mira s'ka njeriu. Wa anna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah nuk ja çon dom punët e mira atyre që janë bamirës. Thot wa ta'ala fi kamali ghina. Allah thot është i lartësuar i përsosur në vetë mjaftueshmërinë e tij, sovranitetin e tij. Nuk ka nevojë për krijesat. Wa huwa yut'imu thot Allahu wala yut'am. Allahu i ushqen krijesat, edhe nuk ushqehet vetë Allahu subhanahu wa taala. Por nuk ka nevojë vëllezër çka Allahu për ushqim. Nuk ka nevojë Allahu për rrezik, nuk ka nevojë për kërkon. Është as-Samad, pra shka absolut. Thot wa ta'ala fi jami'i ma wasafa bihi nafsuhu wa wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu thot Allahu është i lartësuar në atë që e ka përshkruar veten, me ato cilësime të cilat e ka përshkruar veten, edhe ka përshkruar atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam an at-ta'til wa at-tamthil. Pra ja pohojmë gjithë ato Allahu subhanahu wa taala, nuk ja mohojmë, nuk ja keq interpretojmë, edhe nuk e ngjasojmë Allahun me krijesat e veta. Po ashtu thot Allahu është i lartësuar vëllezër. Thot autori vazhdon thot nga çdo gjë që bën ndesh me uluhijen e tij. Pra qenurit e adhurumi i vërtet, me rububijen e tij, qenurit Zot i vërtet, edhe krijues edhe furnizues. Wa asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Nga çdo gjë që bën ndesh me emrat e tij të bukur edhe cilësitë e tij të larta. Edhe si fjalën e Allahut ku thot Allahu wa lahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal-ard. Allahu ti përket shembulli më i lartë në qiell dhe në tokë. Wa huwa al-azizul hakim. Allah është i gjithë fuqishëm edhe është i gjithë urtë. Thot autori wa nususul wahyi min al-kitabi wa sunnati fi hadha al-bab ma'lumatun mafhuma. Thot tekstet nga Kur'ani edhe suneti që trajtojnë këtë temë, thot janë të mirënjohura edhe janë që kuptohen nga njerëzit, që ti kuptojnë. Ma'a kathratiha wa shuhratiha.
edhe janë numër të madh, edhe janë tilla më që janë mirënjohura në mesin e njerëzve. Vëllai shikoni pra sa bukur e ka përshkruar Allahun subhanahu wa taala këto autori, edhe po përshkruan atë që quhet uluwu shan, për lartësia e pozitës, madhështisë Allahut, statusit Allahut subhanahu wa taala. Pra ky është Zoti jon, ky është krijuesi jon, Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala amma yushrikuna uluwan kabira. I pastër nga çdo emet, edhe i lartësuar është Allahu me një lartësi të lartë nga ajo që ja përshkruajnë ata atij subhanahu wa taala. Këto fjalë që çaj dëgjum, lidhur me Allahun subhanahu wa taala, janë vetëm një pikë në atë oqeanin e madhështisë të Allahu subhanahu wa taala, edhe madhërisë të Allahu subhanahu wa taala. Andaj mundemi me i përmbledhë në 3 pika. E para është se na ja pohojmë Allahu subhanahu wa taala për sosmërinë absolute, pa kufizuar. Pra çdo përsosmëri që ti mundesh me e sjell në mendjen tënde, apo që e sheh në krijimin e Allahut subhanahu wa taala, atë dije se Allahut i përket s'ka i sa. E dyta vëllezër, na e lartësojmë Allahun subhanahu wa taala që dikush të jetë i ngjajshëm sikur ai në këtë përsosmëri. Nuk ka mundësi. Pra fillimisht po ja pohojnë Allahu subhanahu wa taala çka po ja pohojnë Allahu subhanahu wa taala përsosmërinë absolute. Dyta po mohojnë atë që dikush përveç ti të jetë pjesëmarrës me Allahun subhanahu wa taala në këtë përsosmëri absolute. Nuk ka mundësi. Me pas Allahu s'ka ortak. Përkundrazi Allahu është ka një dhe i vetëm. Është një dhe i vetëm. Edhe është i veçuar në këtë përsosmëri madhështore. E treta vëllezër, na e lartësojmë Allahun subhanahu wa taala nga çdo gjë që mundet më kuptuan to mangësi edhe e keqe edhe e met. Allahu është i lartësuar për këtyre gjërave. Po çdo kuptim, çdo fjalë e për cilës mundet më kuptu mangësi edhe e met në raport me Allahun subhanahu wa taala, edhe nëse është në mënyrë indirekte, apo vetëm si përcaktim, dije se Allahu lartësohet prej saj. Se Allahu është i pastër edhe i lartë nga çdo emet, çdo e keqe edhe çdo mangësi. Pra këto janë 3 pikat, thamë që i përmbledh kjo uluul qadr ose uluul shan, lartësia e pozitës statusit Allahu subhanahu wa taala, edhe siç po përmend këta autori, po thotë argumentet për këta janë të mirënjohura, edhe janë të shumta. Si do të jetë vëllezër, kemi thënë këto 2 lloje të lartësisë që i përmendëm, uluul qahr, lartësia e dominimit të Allahut subhanahu wa taala, sundimit, dhe uluul al-manzila ose shan, lartësia e pozitës së Allahut, këtu ka unanimitet mesin e krejt musliman. Këti ja pohojnë këto Allahu subhanahu wa taala. Pa marr parasysh, domethënë grupeve, grupacioneve që i takojnë. Pra këtu ka ijma mesin e muslimanëve, ka konsensus. Nuk ka khilaf këtë meselë. Pika ndarëse vëllezër, mes ehli sunetit edhe grupeve devijuara ka qenë lartësia e qenjes të Allahu subhanahu wa taala. Kështu kanë domethënë ato mospajtimet që i kanë pas, edhe pastaj Allahu subhanahu wa taala, siç e kemi thënë vëllezër, i ka udhëzu pasust e vërtet. Edhe i ka dallu domethënë, edhe i ka shpëtuar nga mohimi i kësaj lartësie të Allahu subhanahu wa taala, që është lartësia e qenjes të Allahu subhanahu. Andaj si rezultati i kësaj vëllezër, pejgambert kemi thënë, pejgambert e kanë pohu lartësinë e Allahut, qenjes të Allahut është. E pashu çdo kush i ka pasu pejgambert edhe mësimet e pejgamberëve. E kemi thënë këtë fanderse të kaluam. Nëse e shikon, po mbrezat e parë të Islamit, kryer me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, akiden që e ka pas këtë drejtim, në mënyrë zinxhirore shkon te këtë pejgamber dhe kanë pas këtë akide. Hapni Kur'anin, lexoni ajetet e Kur'anit. Këtë pejgamberët e kanë pas dhe çka këtë akide. Ndërsa tjerë vëllezër, Allahu na ruaj, që kanë devijuar nga rruga e profetëve të Allahu subhanahu wa taala, atëherë çka nuk ja kanë pohu Allahut këtë lartësinë e qenjes tij subhanahu wa taala. Tema tjetër vëllezër, ashtu autori kalon me një temë që po ashtu ndërlidhet me emrat edhe cilësitë e Allahut, thotë ma ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi al-asma'il husna, të si ta kuptojnë fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lidhur me emrat e bukur të Allahut, man ahsaha dakhala al-janna. Kush i bën ihsa, që do ta marrim tash është kuptimi i kësaj, thotë ka me hi në xhenet. Këtë ditë kemi marrë vëllezër më herët këtë libër, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 isman. Vërtet Allahu i ka 99 emra. 100 illa wahida, 100 pa një. Man ahsaha dakhala al-janna. Kush i bën ihsa çta emra, thotë ka me hi në xhenet. Premtim prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E tash çfarë që kjo vëllazër, na kur e dëgjojnë këta,
Po çmimi çka ka shpërblimi i xhenetit. Andaj na duhet me kanë përkushtuar vëllezër me kuptuar domthon si me arrit këtë shpërblim. Me hin xhenetin e Allahu subhanahu wa taala me një punë që ndoshta nuk është edhe as e vështirë. Po thotë pejgamberi sa men kush i bën ihsa emrat e bukur të Allahu subhanahu wa taala ka me hin xhenet. Vëllezër dietarët kanë përmend disa kuptime, interpretime se çka është për qëllim kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, men ahsaha dakhala al-janna. E para kanë thënë kush i mëson përmendsh emrat e bukur të Allahu subhanahu wa taala. E lut Allahun subhanahu wa taala përmes tyre, edhe e lavdron Allahun subhanahu wa taala përmes tyre. Një prej kuptimeve fjalës ihsa është kjo. Po ashtu thot autori këtu rahimahullah, kjo fjalë e ihsatit e përfshin edhe atë se njeri me u mundu, me i zbatu, me i praktiku këta emrat Allahu subhanahu wa taala, kuptohet në ato kufit e tij njerëzorës, ku mundet me i zbatu këto shkan jetën e vet. Thot për shembull, emri Allahut Ar-Rahim, emri Allahut El-Karim, mëshirëploti, bujari, fisniku. Thot fayumarrinu al-'abdu nafsuhu ala an yasihha lahu al-ittisafu biha, kështu që njeri thot kur i dëgjon këta emrat Allahu subhanahu wa taala, thot e ushtron veten e vet. Edhe mundohet që mu të cilësu me cilësitë që janë brenda këtyre emrave të Allahu subhanahu wa taala, fima yaliqu brenda kufive të çkat njerëzorës. Aq sa mundet njeri të mban sa i takon çënjes tij që është e dobët, edhe e varfër. Thot ndërsa wa ma kana yahtassu bihi nafsuhu, emra të tjerë, cilësi të tjera me cilat veçohet Allahu subhanahu wa taala. Siç është emri thot çka El-Jabbar, El-Azim, El-Mutakabbir. Kto s'mundesh ti mi pas këtë cilësi vetë. Edhe nuk bën mos cilësu me këto cilësi. Sa El-Mutakabbir kjo çtyn që ti me kanë çka të mendje madh. Thot fa ala al-'abd al-iqrar biha. Çka do të më bën këtë rast thot njeri, robi thot do të më i pohu. Edhe më i besu ashtu siç kanë ardhur, thot wal khudu'u laha. Edhe më nënshtru këtu. Thot wa adamu at-tahalli bi sifatin minha, jo mu cilësu me këto cilësi. Andaj pastaj thot vëllazër, ata emrat Allah subhanahu wa taala që përmbajnë kuptimin e premtimit. Që Allah ka më dhënë, ka më shpërbly, për shembull se El-Ghafur, që është që fal shumë, El-Shakur, El-Afu që fal, edhe i fshin gjunahet, El-Rauf që është shumë i butë edhe i mëshirshëm, El-Halim, El-Jawad, El-Karim, që tregojnë për bujarin, mëshirën e Allahut, mirësinë e Allahut, falyaqif minhu 'inda at-tam'i war-raghba. Nalu te këta emra, edhe lidhe te këta shpresën, edhe lakmin te Allahu subhanahu wa taala. Shka që Allahu më të mëshiru, edhe më të shpërbly. Thot wa ma kana fihi ma'na al-wa'id, kur i lexon emrat në cilët ka kuptim të kërcënimit te Allahu subhanahu wa taala. Si për shembull Azizun dhun intiqam. Allah është i gjithfuqishëm edhe është i hakmerrët po. Shadidul iqab, është që ndeshkon rrept, sari'ul hisab, që i bën llogarit shpejt. Thot falyaqif minhu 'inda al-khashya war-rahba. Nalu te këta emra, edhe kjo më bën me të na ngjall çka frikën, edhe drojën prej Allahu subhanahu wa taala. Thot po ashtu fjala ihsa, thot autori e përfshin edhe atë që shuhudul abdi iyaha. Çka shuhud vëllazër mund të përkthy se ti me i përjetu shpirtërisht të emrat Allahu subhanahu wa taala. Me i përjetu shpirtërisht, me i ndjen veten tonë. Thot wa i'ta'iha haqqaha, edhe me ia jap drejtën që ajo takon ma'rifatan wa ubudiyatan. Me i njoft, me i mësu, edhe me i nënshtru Allahut përmes këtyre emrave. Tash gjallë është e sjell shembull, thot personi thot i cili thot dëshmon edhe pohon lartësinë e Allahut subhanahu wa taala me qenien e tij mbi krijesat e veta. Na vëllezër kemi thënë se këto nuk janë vetëm me thënë ashtu me i marrë në aspektin teorik, edhe me i marrë vetë si informata vëllezër. Na duhet mu eduku përmes emrave dhe cilësive të Allahut. Ç'ka është qëllimi vëllezër? Siç do ta marrim. Ç'ka është ajo ajka e krejt kësaj dije madhështore? Që këta emra me ndikun jetën tonë, me ndikun imanin tonë, sjelljen tonë. Shta po thotë shikoni se ndërlidh këtu lartësinë e Allahut me anën edukative të muslimanit. Thotë kur ti beson se Allahu është lart me qenien e tij sipër krijesave, edhe qëndron mbi arsh, është i shkputur nga krijesat. E din se me dijen e vet çka i përfshin çdo gjë dhe me fuqinë e vet, edhe me cilësi tjera të saj natyre. Thotë andaj thotë e adhuron Allahun, i nënshtrohesh Allahut përmes asaj që rezulton prej kësaj cilësie. Shkon, çfarë është kjo? Thot bihaythu yasiru li qalbihi samadun ya'ruju ilayhi. Zemra e të edin që është Allahu lart, zemrën tane e çon veç nalt ka Allahu subhanahu wa taala.
Don çka lidhesh me Allahun subhanahu wa taala. E lut Allahun, e përgjeron Allahun, thot rrin para tij me për ulje, si një rob që i nënshtrum para atij që është El Malik El Aziz, që është mbreti sunduesi edhe çka i gjithfuqishëm i madhështori. Thot edhe kështu thot fa yash'uru bi anna kalimahu wa 'amaluhu sa'idun ilayhi ma'rudun alayh. Kur e din që Allah është nalt, edhe zemra jote po të shkon nalt te ai, edhe po sinon me zemrën tënde, thot e din edhe kupton se fjalët e tua, punët e tua ngjiten drejt Allahut subhanahu wa taala nalt, edhe i shfaqen atij subhanahu wa taala. Çka është rezultati i kësaj vëllazër, kur e din që punët tua ngjiten te Allahu subhanahu wa taala, thot fa yastahi. Turprohesh, vjen marrë vjen marrë që mund ngjit prej teje te Allahu subhanahu wa taala fjalë apo vepra të cilat thot kanë me të zhgënjy, edhe kanë me të poshtruar ditën e Kiametit. Pra kur dish para Allahu subhanahu wa taala, shumë vëllezër pra duhet me përjetu emrat edhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu thot i përjeton edhe e ndjentën vetën e vetë se si vazhdimisht në çdo pjesë të universit zbresin urdhrat e Allahut subhanahu wa taala. Menaxhimi, rregullimi që Allahu subhanahu wa taala e bën universit. E ndjen këto në veten tënde, e përjeton. Si për shembull thot dikon Allah e bën me vdek, dikon çka e sjell në këtë jetë Allahu subhanahu wa taala. Dikon e bën krenare të fuqishëm, dikon e poshtron. Dikon të ngrit, dikon çka e për ul. Dikuj i jep, dikuj çka dikon e privon. Dikuj t'i largon sprovat e bela, dikon e sprovon me sprova edhe me bela. Thot wa mudawalatul ayyam bayna an-nas. Edhe Allahu vazhdimisht i ndryshon gjendjet mesin e njerëzve. Thot Allahu wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas. Kështu thot Allahu i ndryshon gjendjet mesin e njerëzve. Thot edhe lloje ndryshme që tregojnë se Allahu subhanahu wa taala është i vetmi i cili e menaxhon edhe rregullon pushtetin edhe sundimin e tij. Thot edhe urdhrat e tij, thot patjetër ekzekutohen to ashtu siç do Allahu. Allahu thot yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard. Allahu e rregullon çështjen prej qiellit në tokë. Thumma ya'ruju ilay. Pastaj çështja ngritet te ai. Andaj shikon vetë tash është rezultati i kësaj, thot autori, kush ja jep hakun ashtu si duhet, që sa i ndjenës, përjetimit shpirtëror të emrave të Allahut subhanahu wa taala, nga aspekti i njohurisë, edhe adhurimit dhe nështrimit të Allahut, përmes saj thot fa qad istaghna bi rabbihi wa kafa. Ky njeri thot është ai që është mjaftuar me Zotin e vet. Edhe Allahu çka e mbron këtë njeri edhe për krah. Ndajshëm pasaj përmend cilësinë e dijes të Allahut, dëgjimit të Allahut, jo vetëm lartësisë, shikimit të Allahut, jetës të Allahut përsosur, mbikëqyrjes të Allahut subhanahu wa taala dhe gjëra të cilësi tjera madhështore të Allahut. Mi për shkon edhe çfarë thot wala yurzaqu hadha al-mashhad illa as-sabiqun al-muqarrabun. Vetëm ata që garojnë përpara drejt Allahut me punë të mira, edhe janë afër Allahut, thotë që ty në Allah ja mundson që shtu me i përjetu emrat edhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Pra është rrezik që jep Allahu këtyre njerëzve. Thonë jo çdo kujna. Tani për autori këtu, siç e vërejtet po zhvendoset tash me një temë që po ashtu është pa që rëndësishme sa temat që i kemi marrë deri më tani, është vërtet vëllezër mesele madhështore se si na me i bë ihsa emrat e bukur të Allahut subhanahu wa taala. E çfarë është e rëndësishme vëllezër kjo temë, siç e cekëm që ndërlidhet me jetën tonë. Saqë kanë thënë dietarët, lumturia e njeriut, shpëtimi i njerit, suksesi i njerit sillet rreth kësaj. Veç ty në ihsa me i bë emrat edhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. E neve vëllezër jam mjafton, më thonë të më tregu vlerën e kësaj çështje madhështore fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka thënë inna lillahi 99 isman. Allahu i ka thënë emra 100 panjo, men ahsaha dakhala al-janna. Kush i bën ihsa ka me hy në xhenet. Pra mjafton që kjo si vlerë, me marr këtë fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me praktikun jetën tonë. Ka shkak që ti me hy në xhenet, me arrit kënaqësinë edhe mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Pas e përshkone pra njeri i cili në jetën e kësaj bote i përjeton kështu shpirtërisht emrat e Allahut, edhe i nënshtrohet Allahut përmes tyre, adhuron Allahun, edhe i zbaton atë në jetën e vet, ky njeri vëllazër, siç thonë dietar, çështja e tij është vërtet mahnice. Se këtij njeri thotë, kanë thonë dietar, i vjen lumturia dhe gëzimi duke qenë shtrirë në shtratin e vet. Pse se është marrë me dijen vëllazër më të rëndësishme, që është dija rreth Allahut subhanahu wa taala. Andaj vëllazër, po kjo është një synim madhështor që realisht siç e përmend edhe këtë autori, vetëm ata njerëz që Allahu i mëshiron edhe i jep sukses edhe i bën të lumtur, domosht çka nxitojnë drejt saj. Andaj vëllezër na
duhet me nxitu edhe me marr hisën tonë vëllezër këtë dije. Mos me nges mrapa. Edhe me lezu për Zotin ton, lezo për Zotin ton, për krijuesin ton. Rritë dijen për Allahun subhanahu wa taala, për emrat dhe cilësitë e tij. Shkoni vëllezër njerëzit sot lexojnë gjithçka. Për gjithçka kanë kohë. Lezo lajme, lezo portale, domethënë e mushin mendjen e vet, e zemrën vet me informata të padobishme që veç dëmtojnë. Në fund tani s'ka të jetë diçka kohë, hajt, po lexoj diçka për fe, ose po lexoj librin e Allahut, ose po lexoj për Allahun subhanahu wa taala. Nuk mundesh vëllezër kështu me arrit këtë grad. Allahu do të më kanë i pari. Feja do të më kanë çka e para. Këtu vëllezër pra autori përmendi që kjo ihsaja që ja bën emrave të Allahut subhanahu wa taala, i ka përmendur këtu 5 kuptime, edhe me thanë kështu 5 nivele. E para, ka siç mundu më kuptu, po do të hifdhuha, me mësu përmendsh vëllezër. Emrat e bukur të Allahut subhanahu wa taala. E dyta, me e lut Allahun subhanahu wa taala përmes këtyre emrave. E treta, me lavdru Allahun subhanahu wa taala përmes këtyre emrave. E katërta, tham ato cilësi me të cilat ti si njeri kufijt e njerëzorës, edhe qendrë krijesa e Allahut, mundesh mu cilësu me to. Edhe me i praktikun jetën tënde atëherë çka i praktikon. Edhe e pesta vëllezër që realisht kthehet te kjo e katërta, që tham me i përjetu vëllezër shpirtërisht këta emrat bukur të Allahut dhe cilësitë e Allahut, edhe me ia jep hakun në aspektin e njohurisë edhe në aspektin e ubudiyes në shtrimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Fazëfa këto janë nivelet e kësaj ihsas që kanë përmend dietar. Pra e para vëllezër me i mësu përmendsh. Me i mësu përmendsh. Gjëja më e mirë me cilën mundesh mu angazhu ose me mësu përmendsh, është me mësu emrat e bukur të Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka diçka më të mirë se kjo. Se në emrat e Zotit ton, krijuesit ton subhanahu wa taala. Andaj është mirë, sidomos fëmijët e vegjël, ose ata që janë tri. Mu mundu vëllezër mi ia bash për hiçë, mi ia përsërit emrat e Allahut dhe mu mundu mi ia mësu përmendsh emrat e Allahut subhanahu wa taala. Vend se me angazhu të sistem vëllezër ka me lloj-lloj emrat njerëzve apo lloj-lloj informata të tjera, angazhojmë soi emrat e bukur të Allahut subhanahu wa taala. Çështja e dytë vëllezër, a mjafton vetëm mësimi përmendsh, nuk mjafton. Që me arrit si të vlerë që ka përmendur pejgamberi sa. E dyta vëllezër është me i kuptu. Me i kuptu. E kjo vëllezër është, si thonë dietarët, është një derë shumë e gjerë. Mirë po, prap ti si musliman, siç e cekëm, nuk duhet me të lanë me tik vëllezër, duhet me marr hisën tonë këto. Edhe me pas fiqh, me i kuptu emrat e Allahut subhanahu wa taala. Që është fiqhu, kuptimi ma i madh vëllezër, ma i rëndësishëm. Shkon dhe njeri i cili i mëson emrat e Allahut, lexon për emrat e Allahut, mundohet me i kuptu ashtu në mënyrë saktë që çdohet, ky njeri vëllezër ka marr dije të madhe. Edhe pse dikujt na mundet me udhëg diçka pa rëndësishme. Ku ka dije vëllezër më të madhe, më me vlerë se sa me lezu për Allahun subhanahu wa taala. Me mësu emrat e bukur të Allahut subhanahu wa taala. Edhe zistan pra ti kushtojmë vëmendje kësaj çështje. E treta vëllezër, me e lut Allahun subhanahu wa taala për mes tyre. I ke mësuar përmendsh, i ke kuptu, lut Allahun subhanahu wa taala. E lutja që po përmend vëllezër këto autori është ajo që quhet duaul mas'ala. E lut Allahun me emrat e tij. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Shakur, ya Dhal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Emrat shumë. Thotë Allahu vëllezër në Kur'an na nxit drejt saj, thotë walillahi al-asmaul husna. Allahut, vetëm Allahut i përkasin emrat më të bukur, fad'uhu biha. Andaj thirrni atë me këta emra, përmes këtyre emrave. E këtu vëllezër është një edukat në këtë pikë që na duhet me pas parasysh kur e lusim Allahun subhanahu wa taala për e thirrim Allahun përmes emrave të tij. Këtu duhet me shikuar domethënë çka po kërkon ti prej Allahut. Nëse e kërkon faljen e gjunaheve, atë prej edukatës është me përdor çat emër të bukur të Allahut që përshtatet me këtë kërkesë tonë dhe gjendjen tonë. Edhe thu ya Ghafur, ya Ghaffar. Allah ti që i falë dhe i mbulon gjunahet, që falë shumë. Kërkon mëshirën e Allahut, lutë e thirrë Allahun, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, o i mëshirshmi, më i mëshirshmi mëshiruesve. Irhamni, më mëshiro. E lutë Allahun subhanahu wa taala me ta largu ndaj bela, ndaj spro. E lutë Allahun subhanahu wa taala me të dhënë diçka mirësi, rrezik, çfarë do të qoftë, përdori emrat që janë të përshtatshëm për këtë. Edhe lutë me ta Allahun subhanahu wa taala.
Kjo është për edukata vëllezër që përmend dietar që duhet me pas parasysh kur e lut Allahun përmes emrave të tij, edhe një është prej rrugëve që ta mundson me arrit synimin ton. Andaj pra nuk është e logjikshme për shkakun thu ja shadid al-iqab irhamni. Po Allah ti që ndeshkon rreb, mëshiron. Nuk është për të marrë kjo çka e përshtatshme po. Çështja tjetër vëllezër që po më vjen këto autori është me e lavdru Allahun subhanahu wa taala përmes këtyre emrave. Çysh e lavdron? E lavdron me gjuhën tënde. Edhe me zemrën tënde. Qysh me zemrën vëllezër çka mundohesh me i kuptu këta emra të Allahut, me mendjen tënde. I sjell ndërmend vazhdimisht. I kit fresta mendjen tënde. Kuptimet e këtyre emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Shkon vëllezër askush nuk e don, siç thot pejgamberi sa më shumë lavdrimin ndaj vetes se sa Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye thot e ka ligjësuar çka elhamd Allahu subhanahu wa taala. Edhe na ka urdhëruar që na me lavdru, edhe me falendru Allahun subhanahu wa taala. Dhe pra Allahu don që na me lavdru ata. Allahu subhanahu wa taala është më meritori i cili lavdrohet edhe i cili çka falendrohet. Për shkak të përsosmërisë të tij, cilësive të tij të përsosura, veprave të tij të përsosura, çënjes të tij të përsosur, edhe të mirave të shumta me cilat na ka mbuluar vëllezër Allahu subhanahu wa taala. Andaj vëllezër kur ta kuptojmë këtë realitet, na duhet gjuhë tona me i pas vazhdimisht vëllezër të lagëna dhe njome duke e lavdruar Allahun subhanahu wa taala. Edhe mos mu tregush kujdesën këtë pikë edhe në këtë aspekt. Çështja e katërt vëllezër që e përmendi këto autori është që ato emrat e Allahut, se kemi thënë çdo emër përmban edhe cilësi. Që përmbajnë cilësi që njeri mundet mu cilësu me to, thamë kufit e njerëzorës. Pa përmend të autori që duhet me ushtru vetën, edhe mu mundu me i pas ato cilësi. Sa dhe ka ardhë kjo nëzitje për një gjatë tillë në shumë tekstet Kur'anit. Për shembull, Allahu është afuv. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah ti je që fal, e don faljen. Andaj falu mu. Shkona Allahu fal, e don faljen, cilësohu edhe ti me falje, pra fali s'ka njerëz. Fali njerëz. E dëshiron faljen e Allahut, fali njerëz. Sallallahu ibn Kaimi rahimahullah, na bën i parim shumë të rëndësishëm, thot Allahu është me ty çysh jeti me krijesat e Allahut. Apo don me di çysh është Allah ndaj te, shiko çysh jeti me krijesat e Allahut. E don apo do me di ta mëshiron Allahut, shiko sa ai mëshirshëm me krijesat e Allahut. Me të falë Allahu, shiko sa po i fal ti krijesat e Allahut subhanahu. Apo don me ndihmu Allahu, shiko sa po i ndihmon ti krijesave të Allahut subhanahu wa taala. Apo don që Allahu me nxjerr prej vështirësive, krizave, shiko sa po i ndihmon ti njerëzve. Kjo është parim vëllezër që na duhet me pas parasysh këto gjithmonë. Thot pejgamberi sa wallahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhi. Allahu i ndihmon robën përderisa muslimani e ndihmon vllahun e vet musliman. Allahu vëllezër është rafiq, thot pejgamberi sa është i butë, yuhibbu ar-rifqa, e do butësinë. Andaj cilësohu me këtë cilësi. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah është i mirë, i pastër, nuk pranon kurrë përveç asaj që është e pastër dhe e mirë, që është halal. Al-mu'minu al-qawi, siç e morëm dersin e kaluar dhe ka thënë pejgamberi, al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if. Besimtari i fuqishëm, në imanin e vet, në punët e mira, është më i mirë, më me vlerë, më i dashur te Allahu se sa besimtari çka i dob. War-rahimuna yarhamuhumur rahman. Mëshirshmit i mëshiron i gjithë mëshirshëm. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Mëshironi ata që janë mbi sipërfaqen e tokës, do t'i mëshiroj ai që është mbi qiell. Andaj këto janë kuptime që na duhet me i pas parasysh. Me pas fiqh në këto edhe mos cilësu me këto. Andaj mundem me pe kësaj që atë më ndan përfundim se cilësitë e Allahut pe këtij aspekti vëllazër që ka përmendur autori ndahen në dy grupe. E para, ato me të cilat njeri mundet mu cilësu në atë kuptimin tham çka të njerëzorës, edhe me i praktiku ti ato në jetën tonë, për ditëshmërinë tonë. E tham vëllazër këtu duhet me kanë i përkushtuar secili musliman vëllazër. Edhe me i zbatu këto në jetën e vet, edhe tham kjo është një prej kuptimeve të asaj që ti më fitu xhenetin e Allah. Jo prej kuptimeve të ihsa, me i bë emrat e Allah subhanahu wa taala. Edhe dyta, siç po përmend vëllazër autori, janë disa emra cilësi që janë të veçanta për Allahun subhanahu wa taala. Janë kuptime, cilësi, atribute që me to veçohet vetëm Allahu, njeri s'ka mundsi me kanë ti. Nuk ka mundsi mos cilësu me to. Siç tham el-mutakabbir, el-jabbar, el-azim, njeri s'mundet me kanë. Mirë po, a do thot kjo që ato s'ndikojnë kurrë në zemrën e njerit jo vëllazër. Pra ç'është ndikimi tash i këtyre në zemrën e njeriu? Është se këto nxisin tek ti frikë edhe respekt ndaj Allahu subhanahu wa taala, droj prej Allahu subhanahu wa taala.
Andaj vëllai siç po e përmend këtu autori, ma kana yasuqu al-iqtida'u bihi. Ato që ti mundesh mu cilësu me to, në aspektet e kufitë njerëzores, që është ar-Rahim, Mshira, el-Karim, bujaria, fisnikria, thot fa yumarrinu al-'abdu nafsuhu. E ushtron njeri veten e vet që mu cilësu me këto cilësi, aq që shpërshtatet natyrës së tij njerëzore. E kjo vëllezër dietar thon kthehet te ajo se Allahu subhanahu wa taala e do çënjen e vet, i do cilësitë e veta, Allahu subhanahu wa taala, edhe i do ata musliman cilët çka i zbatojnë këto në jetën e vet ashtu siç i përshkon përshtati robit që është krijesa e Allahu subhanahu wa taala. E tash vëllezër sa i përket thot emrave të tjerë, si el-Jabbar, el-Azim, el-Mutakabbir, apo el-Khaliq, krijuesi apo el-Khallaq, gjithë krijuesi, njeri nuk mundet me kanë i tillë, apo el-Razzaq, thot fa 'ala al-'abdi al-iqraru biha. Ti tash si musliman duhet me i pohu këta emra në mënyrë të saktë, thot wal khudu'u laha, më u nënshtru wa 'adamu at-tahalli bi sifatin minha. Jo mu cilësu me këto cilësi. Pastaj e përmend siç e thënë vëllazër, nëse ka emra të bukur të Allahu subhanahu wa taala që në veten e tyre përmbajnë premtim edhe shpresë, si për shembull el-Ghafur, ai që fal shumë, el-Shakur, el-Afu, el-Rauf, el-Halim, që tregojnë butësinë, mëshirën e Allahut, fisnikrin, thot falyaqif minhu 'inda at-tama' war-raghba. Te këta emra ndalu edhe ngjalle shpresën, edhe lakmin për faljen, edhe mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Por dietarët e kanë përmend një pikë shumë të rëndësishme. Shkonë kanë thënë çdo emër prej emrave të bukur të Allahut subhanahu wa taala e ka një ubudie, në një nështrim ndaj tij edhe adhurim me që e bën Allahu përmes tij, thotë që është i veçantë vetëm për çdo emër. Andaj vëllezër, pra kjo është një çështje që ne duhet me kanë me pas parasysh. Edhe e përmendin dietarët se njeri muslimani më i dashur te Allahu subhanahu wa taala është që ai nënshtrohet Allahut, e adhuron Allahun me të gjithë emrat dhe cilësitë e tij. Edhe joni cilësi me angazhu çka ndaj penaj cilësie tjetër. Për shembull, e adhuroni nënshtrohesh Allahu subhanahu wa taala me emrin e tij, sigurisht me emrin e tij Ar-Rahim, sigurisht me emrin e tij El-Ghafur. Me emrin e Allahut për shembull El-Hakim, siç e tham, e përjeton shpirtisht këtë emër, që është tregon për urtësinë gjithë përfshirëse të Allahut subhanahu wa taala. Se çdo gjë që rrjedh prej Allahut, fjalë, vepër është ka në vendin e vet duhur. Edhe këta e përjeton edhe e sheh ti me sytë e tu në jetën e kësaj bote. Përballë kësaj është ka el-Jabbar, el-Azim, për shembull dhun intiqam që Allahu s'ka ndëshkon rreb, shadidul iqab. Me gjitha këto vëllezër që ja u gjan vënin në jetën tonë. Apo emri Allahut el-Aziz që është i gjithë fuqishëm, i gjithë pushtetshëm. Edhe tash tek këta emra vëllezër që po thotë autori që ngjallin frikë, ti do të mund dalë tek këta. Edhe me zbatun jetën tonë. Çfarë aspekti vëllezër? Kur ti lexoj këta emra që përmbajnë këto cilësi, më të ngjall frika prej Allahut në zemër, edhe më turpru prej Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot emri i Allahut El-Qadir, i fuqishëm, El-Qawi, i forti. Kur i lexon këta emra, çka ngjall kjo në zemrën tonë? Ngjall tawakkul në Allahun subhanahu wa taala. Kur e din që ti e ke një Zot i cili është i gjithë fuqishëm, është i fuqishëm, është i fortë, këtë bën që ti më mbështet Allahu subhanahu wa taala. Të bën që ti çka me pas mirëbesim te ai. Milan punët e tua në dorë të Allahu subhanahu wa taala. Pastaj kjo është siç po e vreni një derë e gjerë. Edhe muslimanët kanë dallim vëllezër të madh. Varësisht se sa marrin hisën to emrat cilësitë Allahu subhanahu wa taala. Edhe këto tema vëllezër që po i cekëm, kemi cekë edhe në fillim këtyre serisë këtyre ligjëratave, nuk janë vëllezër kemi thënë vetëm tema teorike. Nuk është kjo që na vesh me i shtu njohuritë edhe çka informatat. Apo më marr me diçka ashtu dytësore, apo veç me mësu se si mi u kundërpërgjigj grupeve çka devijume. Apo veç me mësu për mensh edhe me i shkruan në për libra, edhe pastaj çka mos mi u kthy kur më kësajna. Edhe mos me i zbatun jetën tane. Vëllezër, këto janë çështje madhështore që kanë pozitë lartë, që to mesele vëllezër që ndërlidhen me Allahun subhanahu wa taala. Siç e kemi thënë, kanë qenë për çështjeve më të dashura të shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kështu duhet më kanë edhe tek na. Pra nuk ka diçka vëllezër më të çmueshme në jetën tane se sa më mësu për Allahun subhanahu wa taala. Emrat edhe cilësitë e tij. E kjo vëllezër duhet më na bën neve që na më marr këto seriozisht. Edhe më kushtu vëmendje të madhe. Edhe me pas ambicie vëllezër. Me kanë të vendosur që kur të lexosh ti për Allahun subhanahu wa taala, për emrat e cilësitë e tij, gjurmë tek sajna me tu dogë. Në fjalët e tua, në veprat e tua, në kthimin, stabilitetin, qëndrimin, fen e Allahut subhanahu wa taala.
Ato është shumë për keqardhje, themi. Përveç atyre që i ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala, që vetëm lexojmë vëllazër në aspektin këta teorik. Edhe një mënyrë sikur çka tash po e shohin veten që kanë shpëtuar nga zjarri i xhenemit edhe e kanë sigurt xhenetin. Edhe na tash po i mësojnë këto mesele vetëm si mi u kundërpërgjigj ka grupeve devijume. Kjo nuk është vëllazër në rregull. Nuk duhet me kanë kështu. Nuk duhet me kanë dija më shka e zhveshur nga puna, nga vepra. Pa tjetër kur mësojna për këto tema, vëllazër, duhet kjo gjurmë të këtyre mu dok, mu pa, në imanin ton, në punë tona. Duhet mu pa me të ashtu dashnin për Allahun subhanahu wa taala, me të ashtu frikën, me të ashtu shpresën Allahun subhanahu wa taala. Mbështetjen siç thamë në Allahun subhanahu wa taala. Vëllazër, selefi kanë thënë men kana billahi a'raf, kush e njeh Allahun më mirë, e don më shumë, mirë po tjetër kohë ka frikohet për ti më shumë. Largohet prej gjinave më shumë, edhe këmbgul më shumë s'kan adhurime ndaj Allahu subhanahu wa taala. Çka është kjo çaj përmbledh këtë? Çka është ajo ajka e kësaj dije që na duhet me pas? Përkundrazi, nëse vetëm i mësojnë vëllezër këto, vetëm në aspektin teorik, edhe nuk ndikon kjo kur gjon veten ton, imanin ton, atë dije se vesh je duke i ngrit argumentet para vetes, kundër vetes, kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala. Përpassisht po e vreni kjo është për çështjeve siç thamë vëllezër më madhështore. Më të rëndësishme në jetën tonë, edhe siç e përmendëm në fillim vëllezër. Atje tham, siç kanë thënë dietar, lumturia e njeriut, shpëtimi i tij, suksesi i tij kthehet te kjo pikë. Sa po mëson ti për emrat edhe cilësitë e Allahu subhanahu wa taala, sa po je i përkushtuar edhe këmbgulës në këtë pikë. Dhe po ndalemi këtu. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na sjellë dobi me atë që dëgjojmë. Elusim Allahun subhanahu wa taala me na ashtu dijen e khairit. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.